Përshëndetje nga Tirana. Kemi ardhur këtu për të ndjekur nga afër festivalin ndërkombëtar i cili u hap sot në kryeqytetin e Shqipërisë. Në fakt është një expo festival me një ide, strukturë të veçantë, me të vërtet ka bërë bashkë artistët, filmbërësit, bizneset, po kështu artistë nga industria kreative të ardhur nga vende të ndryshme të Ballkanit e të Evropës për të shikuar pse jo dhe mundësitë e bashkëpunimeve. Gjithsesi, sikurse zhvillohet në qendër të Tiranës, kujtoj se është e udhës të përmend se ka muzikë të mirë në trenet, filluar nga sonte deri në mbrëmjen e së dielës. Këtu pranë vetes kam Altin Gjonin, është bashkë-organizator i festivalit Muzex. Altin, faleminderit që na pritët sot dita parë sapo u hap, ju jeni të kënaqur? Po, patjetër është. Do t'i rrosh për shpjegimin se përmisht i tha gjitha që duhet të thoshin me atë shpjegimin, është perfekte. Po, unë vetë më shumë jam përgjegjës për pjesën e konferencave që zhvillohen dhe Battle of the Bands. Tani, që t'jap teshin kontekst më shumë për konferencat, se festivali deri diku shpjegon veten më shumë në ndryshme zhanre ndryshme. Është ideja, of course, do vish do kënaqesh, festivali është nice. Pjesa konferencave është zhvilluar drejt suportimit të artistëve të ri dhe artistëve që janë më established krijojmë kontakte për tyre. Pra, janë të ftuara nga ana muzikës, ajo që merrem edhe unë është ideja, record label nga Europa dhe nga UK, menaxher muzike, drejtues festivalesh, shumë edhe profesionistë të tjerë është ideja. Dhe logjika është që panelet që do zhvillohen këto 3 ditë drejtohen drejt kësaj teme, si suportim artistë lokal që bëjmë ndërkombëtar, struktura që mungojnë të gjitha, por duke qenë se kjo është bërë edhe vjet, dhe vjen shumë në drejtim të konferencave, këtë vit shoh që është gjë edhe më praktike se vjet. Se megjithëse është konferencë dhe gjitha, pak të mendimi im është që nuk është vlera asaj që ti mëson, se patjetër që ti mëson edhe dëgjon një perspektivë tjetër, por është realisht mundësia që krijosh një farë kontakti, qofse je artist, qofse je band, qofse je DJ, se për gjithë. Krijon një farë kontakti, shef një perspektivë tjetër është ideja, se realisht që të marrësh të njëjtin lloj networku, se gjithë është i njëjti standard siç më bëhen konferencat dhe në vende të tjera të Evropës apo të Anglisë. Kështu që është ai nivel dhe ja vlen të vish, është ide se që nga Kosova ose nga kudo, it's a short ride për kontaktin, për eksperiencën dhe për njohurimin. Patjetër që po dua të përmend muzikën, dua të përmend faktin që ka trenet muzikë, sonte e premte muzikë elektronike, nesër muzika pop, ndërkast të dielën muzika rock. Një motiv për trianetët për të ardhur edhe nga Kosova dhe gjithë shikuesit e radio e televizionit njësini kudo që janë apo jo. Po, patjetër. Ideja është kjo, është menduar në mënyrë të tillë që të jetë si një hap, si një qendër, ku dhe gjithë shijet të ndryshme të përmbledhura. Patjetër që ti mund të pëlqesh diçka ose mos pëlqesh tjetrën, por duke ardhur ke opsionin të zgjedhësh të gjitha. Edhe ideja është nëse vjen si artist ose vjen si muzikdashës, nuk të pëlqen diçka, prap ka një aktivitet tjetër që ndodh. Këtë dielën është aktivitet interesant që është Battle of the Bands, që janë banda nga Shqipëria dhe nga rajoni që konkurrojnë për hapur festivalin e Muzex për një vend, edhe për një vend hapës në festivalin T-Rock tjetër në Tiranë. Gjithashtu dhe performojnë para profesionistëve dhe bukur festivaleve të ndryshme. Pra, nëse nuk pëlqen një natë, nuk pëlqen rrymat, pëlqen diçka tjetër, ka gjithmonë gjë tjetër për bërë. Plus, Tirana është e bukur kështu. Faleminderit shumë Altin. Faleminderit shumë. Altini, një nga bashkëorganizatorët e festivalit Muzex, zhvillohet këtu në qendër të Tiranës te Piramida, kështu që gjithë ata që nisën për në Shqipëri, në Tiranë është vendi.